Ka provokuar s'pakun me këtë historitë? Ka provokuar pak? Ndoshta edhe me pjesë bisedash le themi që janë futur si çështje, po themi pritime, në thonjë za aty? Mendoj që duhet bërë një ndryshim kodin e procedurës penale, që vendimi i gjykatës të jepet i zbardhur vetëm personave të cilët kanë lidhje me çështjen. Ç'kuptojmë? Pra, të jepet palëve të procedimit penal, subjekteve të procedimit penal. Avokat, i pandehur, gjyqtar dhe prokuror. Atyre ju jepet. Por ka i problem. Rrjedh nga diku. Jo, ku është problemi? Masat e sigurimit shkojnë për zbatim. Shkojnë polici, pra kalon protokollin e prokurorisë, shkon për zbatim polici, shkon në për vendin e gjykatës. Gjithë dosja aty e masës sigurimit, vendimi i gjykatës që ka dhe këto përgjime shkon aty. Dhe ti si gazetar, ti ke drejt, del aty thotë. Ç'është kjo thotë? Çdo këtu? Doli lajmi dhe iku. Prandaj vendimi i gjykatës duhet shkojë për zbatim vetëm shkurtimi i vendimit me gjanitetet, arrestimin e filanet, pjesa arsyetuese publiku nuk ka pse ta di, sepse gjithë to rrjedhin nga pjesa arsyetuese. Dhe duhet bëj një ndryshim, që ai që është i zoti punës ta di se çka ka ndodhur. Nga çështja Balluku ka rrjedhur zero, ka rrjedhur domethënë nga vendimi i masës sigurimit për shtetase me inicialet MK, ka mbështetjen, po nga çështja Balluku është mbajtur në mënyrë hermetike të frikshme gjëja. Po këtu pra po do dali dhe ajo. Këtu është problemi, që masa e sigurimit jetë e shkurtër. Ajo që shkon për zbatim, pra vetëm dispozitivi dali, ajo brendia, madje dhe kur të bëhet çështja publike, dhëna private, që të cënon dhe individ tjerë që s'kan lidhje. Janë familjarë, qa duhet me ditë se që ka ndodhur jeta private. A thu se këto tjerët janë më të pastër, pra këta janë më të pastër këta tjerë dhe e gjetën këtu. Këta kanë video për vete gjithë. Po i nga po, të shi, së është i shprejë. E ka në i video Karanxha? Po, ta video e filmojnë vetën dhe si qas po të gjë. Por ideja është që s'duhet kapemi këtu. Ne duhet kapemi të ana procedurale shkelja e ligjit. Është shkel tenderin filan vend, man përgjithësi. Nëse video shërben si prova, atë është punë tjetër. Po tash gjithë njerëzit, si u bë, çau u bë. Po ndoshta ndonjë video edhe kësaj natyre mund provoj mënyrën se si është ndërtuar kriminale dhe korruptive. Nëse është provë, kjo është provë. Atëherë kjo është provë, duhet të lidhet me provë. Edhe në një video erotike mund të provosh bashkëpunimin, sepse ky person njihet me këtë, ka krijuar një intimitet, lidhje intime dhe në fund fare provon. Jo pra është. Kështu që është pak e vështirë, çështja private, ndonjëherë edhe çështja publike. Çdo të thotë 2 deri në 3 fugona Karanxha me prova, me dokumentacionin, cilët çdo të thotë 2 deri në 3 fugona. Ju keni qenë prokuror tani, ke 2 deri në 3 fugona po themi për mua. Ç'është kjo tani? Ka shumë janë aty dokumentacioni i marrë. Kur merren doset e një tendri, për shembull një kompani ka 5000 letra, 10000 letra. Kanë konkuruar 10 kompani, i bi 5000 herë, 10 i bi 50000. Këto janë me ardhizje fullën dhe ecin. Mendimi im është që duhen marrë provat që kanë lidhje me çështën ose faktet. Për shembull, është paraqiti dokument fals ose një diçka, pra mund paraqitet mund të jetë dosja pak më thelbet e gjërave. Thelbet e gjërave. E dyta, rasti arrestimit Madurës. Pra lëvizi flota amerikane, arrestoi Madurën, kishte i mas sigurimi nga një gjykatë amerikane, sa faqe ishte vendimi? 35 faqe. Pra u ngrit gjitha flotë, shkon e arreston. Pa, ngrihet gjithë shteti. Tash këtu me 35 faqe në dorë, thonë. 35 faqe, pra u ngrit flota, gjithë ato shkon ato, bën operacionin. Këtu po shkojnë nga 200 faqe çështje kodi. Çfarë duhet? Pra duhet ndryshoj mentaliteti i gjyqtarëve. Ne nuk jemi këtu gjyqtarëve që ti tregojnë sa të zot janë, sa i njohim vendimet e Strasburgut. Vendimi i gjykatës duhet të jetë i qartë, të bëj analizën e provave, kaq. Pra 200-300 faqe shkon vendimi kod. Dhe provat që merr, ti mund të mush 6 fugona, po sa më shumë shtohet dosje ti nuk gjen provën, zgjen faktin. Pra, se prandaj po i merr thua. Po prandaj po merr. Jo, fakti është brenda, po hajde që ku të gjejmë faktin se dhënat provat. Tash duhen parë gjitha. Prandaj duke marrë nga këto se ne po shkojmë në perëndim dhe po bëjmë metode që janë edhe në lindje. Po të vesh re dhe vendimet ose të studiosh vendimet e gjykatës lartë në kohës para viteve 90, janë të shkurta, të qarta dhe zgjidhin çështje drejt. Do të thonë, t'japin zgjidhje, sa më shumë i gjatë të jetë vendimi, do shkon gjerë te faqja 5, 10, 15 dhe do bukosësh. Por provat janë provat, duke qenë se kemi të bëjmë me tendrat, dalim te pyetja, tendrat kompanitë paraqesin provat dhe provat ata i kanë gati. Se fati, sepse për shembull, sado skanimi 16.000 faqeve.
kot ose 50.000 faqeve. O merr kohën e vet, nuk e di sa po ta vendos aty ke jo. Atëherë pyetja lind, nga janë marrë skanume këto, janë marrë se edhe kompaniti kanë dorëzuar skanume. Pra, i kanë mbledh gjithë skanët dhe kalo kështu. Atëherë edhe te provat duhet të jetë për shembull pe fuskët janë 5.000 faqe të skanume. Po. Faqja numër kaq është problemi që ti të futesh ta gjesh. Ta gjesh direkt. Ta gjesh direkt, pra si punë një librarie ose që po që me orientimi ku gjen filan autor dhe filan në filan raft, sepse po të hysh rafte nuk e gjet dot, kurse duke parë treguesin shkon. Pra duhet të jetë diçka më praktike. Por unë shoh shqetësuese andi këto vendimet e gjata që dalin dhe bëhen komente për jetën private. Pra këto shumë gjata që dalin dhëna, dalin. Tjetër për problem, ka qenë problem në disa raste. Vendimet e gjata duhet të jetë duhet ndryshu, këtu duhet ishte bërë ndërhyrja pra legjislative tek dalja publike e vendimeve. Pra duhet bëjë ndërhyrje si dilet, si vetë policia, sepse një polici që i shkon për zbatimi mas sigurimi, ai ka pjesën e dispozitivit, se pike fundit të vendimit thotë urdhërohet policia gjyqësore dhe prokurori për zbatimin e këtij vendimi. Por prokurori ja kalon policisë, sepse s'mund shkoj prokurori vet, shkoj ta arrestoj vet. Shkoj prokurori si forcë speciale ose e kapi personin në rrugë. Ai ja çon policisë, kështu që policia do vetëm dispozitivin, do vetëm bishtin, më sa. Fiks bishtin e gjithë historisë, po. Tjetër. Kjo është ka nevojë, që mos të rrjedhi gjëja. Praktika duhet të ndryshojë vendime sa më të shkurta të qarta që ta kuptojë edhe një qytetar. Ta kuptojë edhe një pensionist që lexon gazetën mes, që ta kuptojë se çka ka ndodhur. Se duke shkruajtur shumë pensionistit terma latine, terma nga më të ndryshme që nuk i kuptojnë edhe vetë ato që e bëjnë. E ndoshta edhe një moment Ulsi Maja nuk e kuptoi se çfarë tha aty tek ajo. Tha një shprehje latinisht. Mendon se spaku në pak ditë ose në pak kohë, duke marrë parasysh atë se çfarë mund të ndodhi në kuvend që është probabilitet nëse e lëshon apo jo kuvendi imunitetin e Ballukut, do ketë gati një akuzë më të rëndë? Po heton çështjen e pasurisë së zonjës Ballukut, është fakt kjo tani, këtë e dim edhe vetë e kanë pranuar në Këshillin e Imunitetit dhe Mandateve, pra do të avancojnë, ajo që ti parashtrojnë gjithmonë ti japin drejtim punës? Tani vetë zonja Balluku sa që unë jam e hapur për drejtësi, kështu që i bi vetë ka pranuar që kaloj imunitetin. Apo ja tha vetë i kam hapur drejtësisë dhe drejtësia kjo është ke bë kërkesë për arrest. Prano, si gjithë tjerët. Pra siç është bë praktika për gjithë tjerët. Madje për këtu është bërë i përjashtim se ka kaluar masa në brenda 3 muajsh duhet të ishin shpreh. Pra është dhe një javë ka Karanxha. Sot është data 7, kështu që data 16. Unë me që ajo tha që jam dakord me drejtësinë, domethënë mendoj që do ta japin. Ajo vetë pranoi që pra domethënë Balluku po i hap rrugën arrestimit. Po ja vetë rrugën tha unë do të arrestoj. Unë personalisht për vete, domethënë mendimi im që e kam shprehur, unë jam kundra masave sigurimit ekstreme. Arrestit në burg. Pra mund të jetë masë më e butë se arresti në burg, arresti në shtëpi. Jo vetëm për rastin e zonjës Balluku, e cila ka dhe rrethana se është nën, domethënë ka fëmijë. Po është divorcuar është nën me fëmijë të mitur. Pra i ka kriteret. Po ajo po e kërkon vetë, domethënë nuk ka ndonjë problem, por unë them siç e ka ligji. Edhe të raste të tjera, edhe qytetarët shqiptarë sot kemi thënë do ta rithemi gjithmonë andi. Po kalme burgjeve. Jo vetëm për Ballukun, po edhe këdo. Duhet ndryshoj mentaliteti bolshevik. Mentaliteti bolshevik vetëm burg ka. Trotski, vetëm burg. Po të kesh konet atë kone Vishinskit. Prandaj duhet ndryshoj mentaliteti që të jetojnë dhe qytetarët e Shqipërisë në gjendje të tillë. Dhe rasti konkret, mendimi personal që jam kundër masës ekstreme. Pra duke pasur parasysh në tërësi rrethanat e gjarit si e ka ligji. Tash me që kjo ka thënë vetë që jam në drejtësitë, ja kalon në diskrecion kuvendit që do e japi apo jo. Por kur thot vetë është si puna mbeti një të panderë që e pranon akuzën, thotë e pranon të sikur unë e kam bërë. Unë e kam bërë, jam dakord me drejtësinë. Mendoj që ka hapur rrugën vetë.